Kosova ka qenë pjesëmarrëse në operacionin Interflex në mbështetje të Ukrainës që nga fillimi i vitit 2024, duke dëshmuar dhe nivel të lartë të profesionalizmi, përkushtimi dhe aftësish ushtarake. Kontributi i pjesëtarëve të forcës së sigurisë është vlerësuar lart nga partnerët ndërkombëtar, duke forcuar edhe më tej reputacionin e Kosovës si kontribuese besueshme në operacionin ndërkombëtar të sigurisë dhe në përpjekjet e përbashkëta për paqe dhe stabilitet. Operacioni Interflex është një iniciativë shumë kohëmshë e udhëhequr nga Mbretëria e Bashkuar, e cila ka për qëllim përgatitjen dhe trajnimin e forcave ushtarake ukrainase me synim rritjen e kapaciteteve të tyre operacionale dhe gatishmërisë për mbrojtjen e vendit. Që nga fillimi i angazhimit në këtë operacion, FSK-ja ka marrë pjesë në 5 kontingjente të njëpasnjëshme, duke kontribuar me instruktorë dhe personel të specializuar në realizimin e programeve të trajnimit për ushtarakët ukrainas. Për krahje institucionale